Thot pejgamberi alayhis salam, o Allah, më ruaj nga paaftësia dhe nga kooperacia. Kooperacia qa? Shtrëngimi i dorës. Shtrëngimi i dorës. Wal jubun. Ka thonë dhe o Zot më ruaj nga çfa? Nga tuta, nga frika. Dhe kitë që do çka është lut pejgamberi alayhis salam, argumentojnë se njerin e kaplojnë. Mund me kaplue. Ka thonë o Zot, largoma tutën, frikën. Ku a kanë? Të shkun Khajber, me luftu me armikun. Ka thonë rumë prej frikës. Arapt, a i dini që i thojnë frikës? Arapt i thojnë frikës me emnin e djathit. Djathit. Që që i thojnë djathit? I thojnë edhe frikës. Do më thonë gjubën, i thojnë djathit. I thush bema të gjubën, bema të djath. Edhe tutës i thojnë gjubën. Se frika njeriut e zverdh edhe ja copton. E ja copton zemrën edhe frikohet. Për e ka thënë, o Allah, rujën për frikë, s'du mu tut. S'du mu tut. Thot Aliu radiallahu an, s'kam pa ma trim se Muhamedi alayhi salatu wassalam. S'kam pa ma trim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot pasaj, wa dhala iddain wa ghalabat ar-rijal. Dhe ka thënë, o Allah, më ruaj nga vështirësia dhe ngushtimi i borxhit. Borxhi i rand. Kur ki borxh me kthije, ajo ngushton. Pastaj ka thënë, wa ghalabat ar-rijal, dhe më ruaj nga dhnimi i burrave. Që mund t'vjen njeri të troket derën. O Zot një thot, 3 afata t'i kam shtije. Apo, kjo rana. Por njeri ndërgjatshëm, kur vjen dikush me ali borxhin, o ran. Dhe kjo vëzë është një këshill për muslimanët. Nëse kohëna kam mbarua, do të vazhdoj pasaj me hadithet e radhës pejgamberit alayhis salam. Por kur jemi sot te borxhi, çdo ditë njeri e nin të thonë ti, para në mesin e muslimanëve, o Zot do bëj zorbe me dhon borxh. Pse apo zorla? Po s'ta kthen. Thot, se di ka e ka gjetë numrin, a e gjinëve ja ka li pas e di kur ka ardhur për me morë borç. Ku e gjetë Allah numrin tem ti? Ja ka li pa, ka shkun, ku e di ku e ka gjetë numrin? Pastaj thot me 300.000 numra e thiri, se që vëzraj, ka hije muslimani që shto. E gjenë njeri numrin taraf. A mund është me vla, përit Allahit, si t'kish Allah, e ki po që shfolin? Si t'kish Allah, po mo kena Allah, kena. A i beson be Allah, bemi, apo vallahi për t'i bi. A i takon muslimani kjo vëzër? Nuk i takon. Sepse shiko vëzër, ti se këthem borgjin, banka e për e ta gjë. A i dhët ma mirë me muhe, me kamat, me kredit. A ma dhët najna sinqert me tije. Kitë me data punojna. Qatë ditë qka e lanë, lash. A ky, s'ti këthen kur. Andaj vëzër, mës t'ja qelina derën haramit, por le të bëjmë besnik me muslimat. Le të bëjmë muslimat. Sa prej njerëzve shkaku që ja ka gërdit dikush mos kthimi i borxhit, kisi jap më kërkujna. Bambaki dikush shumë zara du të më azgat pak dorën, edhe është njëri që e kthen. Si ja jap, pse thot 10 veta kur kush më ka kthie. Apo e ke pa njëri kur shkon, sa njëri thot bemi do borxh, thot ku të më kthejnë çto. Që 20 veta jam ti prit. Le të më kthejnë herë çto, mos ja. Andaj muslimanëve se shko, pejgamberi sa e ka urry, ka lip ndim pi Allah, ka thënë, o Allah, mos ma mundso me më trokit njerin. Pra, mos dëmvene puna që borxhlia me marrë të dera. Po unë të shkoj atina. Dhe pejgamberi sa me ka pas tradit që kur e ka dha, e ka kthi borxhin, e ka kthi më shumë se e ka marrë. Që më të zanë, nëse ka marrë 1.000 dinar borxh, e ka kthi 1.200. Kjo sa ka mat. Sepse nuk e ka ne kushzume. E ka kthi pi vetit vet. Andaj mos bëjmë ata njerëz, a ki po me kishë, apo sa atë pas na borxh vëlla. Po vëlla më ki borxh. A dush më kthi njëri. Jo me lut hutumin. Qysh e lun hutumin. Vëlla ke marr parë kthaj parët. Apo sepse të ndërun xhamat, shiko, e kanë vetë Imam Ahmedin. Qysh e dallon munafikin pi jo munafikit, ka thon kur e mallafin. Da Allah. Fjalë besimtarie. I ke e mirë njëri thot, "Hoxha, po çe besoni ku mba?" E thim telefon. O i ndërum, me këtë datë të ku më thonë që t'i kthej. Tu lajmërova se më ka ardha fati, po s'ku mujt mi mrije. A ka më mundësime ma shtia fati? Ama ti e shet datën ati që t'ka ardhë, edhe nuk e thirë. E qërë besimtare, a nuk kanë besimi fillaj lavgoje, por duhet besimtare me kanë shumë i përpikt në këtë çështje. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam e ka pasi barë të jetës çështjen e borxhit, ata e ka lutur Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelaluhu t'i mundson kthimin
kthimin e borxhit.